aparatura tani. Po. Mos kalim direkt te kirurgjia. Je kundër më duket. Jo se e kundër, po. Jo, dhe aparaturat kanë vendin e tyre. Edhe nuk i luftoj kurrë as aparaturat, sepse kam dhe shumë miq fizioterapistë që trajtojnë me aparatura. Unë nuk jam kundër aparaturave. Ti vetë nuk punon me. Absolutisht. Po për vete unë jo vetëm duar, manualisht. Vetë kemi problem. Do ta them problemin tim, problemin tim. Se do t'i marrim gjërat kështu si merat, që unë mos çekuilibrohem, mos ngatrohem. Problemi është tani që te aparaturat. Aparaturat janë shumë të mira, kanë efektin e tyre dhe kanë pozicionin dhe vendin e tyre. Por ç'a ndodh me aparaturat? Te aparaturat ndihmon ajo në qarkullim, në drenazhim, ndihmon, por nuk futen thellë aty ku duam të shkojmë neve. Nuk shkon aparatura dhe dora shkon? Jo, po, forca e dorës. Kam forca, ushtron forcë. Po. Aparatura? Aparaturat janë si përfaqësore. Aparaturat në literaturën mjekësore, ndërkombëtare, po të lexosh dhe po t'i futeni, aparaturat në gjithë vendet e botës janë ndihmëse të terapisë manuale dhe nuk janë baza e fizioterapisë. Se ç'a ndodh me shumë veta? Njëra po trajtohesh me mua, unë po isha bruin djerë duke trajtuar, duke dhënë rezultate, dhe a tha, Ana, unë kam lënë nesër dhe një seancë me një fizioterapist. Me thonë drejtë, nuk u ndjeva mirë. Tani të punosh me shpirt, të jap rezultate dhe thush nesër kam lënë dhe ti ai pastaj vlerën e punës time e jep atij fizioterapistit që punon me aparatura dhe hedh poshtë punën time. Po, sepse edhe i thashun, po ç'a po bën me mua ti? Po jo më jo se, e dinte që unë isha fizioterapiste, po jo më jo se një mikja ime më tha që janë shumë të mira aparatura, do me thënë i bëj shumë reklam. Po shumë veta punojnë me aparatura. Po, këto është gabime. Sepse janë bërë aparatura tani baza e fizioterapisë. Nuk janë baza e fizioterapisë aparaturat. Futuni, lexoni në literaturën shkencore, mjekësore. Po njerëzit nuk kanë kohë të lexojnë, njerëzit e marrin të mirëqen që po tani unë po tregoj të vërtetën, Rudina. Unë po them të vërtetën. Janë ndihmëse të terapisë manuale. Janë ndihmëse. Pse janë ndihmëse? Sepse nuk duan të lodhen më të punojnë me duar, siç lodhem unë të dëmtoj veten. Se ne kur punojmë me shpirt dhe me pasion dhe me rezultate, ne japim veten te pacienti. E di çdo të japësh veten te pacienti, do dëmtohesh fizikisht edhe vet. Si do dëmtohesh fizikisht? Janë smundje profesionale të punës tonë këto. Ne dëmtojmë nga problemet muskuloskeletike, dëmtojmë nga nervat, dëmtohet tuneli karpal, tuneli kurbital, dhe këto janë problematike për neve që nuk na i zgjidh askush. Nëse një aparatur prishet, blet e reja nesër, kurse dëmtimi që i krijon terapistit dhe me gjithë një terapist që t'jep rezultate, mos e hidh poshtë asnjëherë. Edhe një dorë pa trajnuar, për mua është zero. Është e njëjta gjë. A pra, edhe dhe një dorë, jo vetëm aparatura, po dhe një dorë pa trajnuar që punon, a mund të flasi shumë bukur nga ana teorike, shumë bukur, por nuk ke rezultate në praktik, për mua është zero dhe ajo dorë. Çfarë bën ajo thjesht të ajo punon dhe bën të flet anatomi, që ti do duket shumë e specializuar tek ty që ajo di shumë. E kuptoj. Por ti nuk ke nevojë të them të bëj anatomi unë ty. Ti ke nevojë ana puno tani më shëro. Me jep rezultate. Jo më bëj anatomi, se e mbaj mend një të huaj ka qenë një holandez. Shumë vite përpara. Ka qenë një holandez dhe ç'bëri ai holandezi sa erdhi më bëri një pyetje se gati shumica e tuave ndinin nga pak shqip. Dhe më tha mua, para se të shtrim e kishe bër pagesën, aty ke bullcat, kam punuar ca kohë te palestra fitness bullcat, dhe më bëri një pyetje, pagesa ishte bër. Se ato janë tipa që bëjnë pagesë dhe nuk thonë ma kthe pagesën brapsh, nuk e bëjnë kurrë. Edhe tha, para se të shtriem, tha, do them diçka. Isha në një qendër fizioterapie tjetër, tha. Dhe ajo gërzonja, tha se ishte zonjë, unë atëherë isha shumë e re. Ajo zonja, tha, filloi dhe mbaroi duke më bërë anatomi, tha. Dhe unë siç u ngrita, u shtriva, ashtu ngrita, pasi rezultat. Në qoftë se ti bën atë punën që bën ajo, tha, më thuaj, tha, të mos shtriem fare. Jo, i tha, shori pa merak, se unë nuk do flas fare gjatë punës. Dhe unë punova, i patë rezultat, dhe ai për 4 vite qëndrim në Tiranë, ishte i rregullt në trajtimet me mua. Jo ai, po shumë të huaj kanë qenë të rregullt. Manuale, dhe më thënë, manuale shumë më mirë se aparatura, është puna me duar, se dora ndjen, dora është punë personalizuar. Si punoj me ty, s'punoj me tjetrin, kurse aparatura është e njëjtë për të gjithë. Ja, këtu është ndryshimi i madh kjo. Ose një printer aparatura, pam, printon njësoj për të gjithë. Nuk është e personalizuar. Unë të kuptoj ty, për shembull të kap një pikun ty, të bërë një lëviz ekran, të kuptoj ty, dhe ta kaltenoj ushtrimet. Dhe shpon atje ku duhet, po. Ti, thashti, vitet e punës kam bërë atë të vetën, sepse ti thua, Ana, më dhëm qafa, shtriu, them unë, është ky problem. Shkoj direkt, dhe kur vë dorën ke problemi, thua, wow, këtu e pas kam dhimbjen. Do të dish se eksperienca e gjatë ka efektet e veta. Me fytyrën merresh?